number 16 and number 1. Kombëtarja e Shqipërisë së femrave do të rikthehet në fushë për 2 përballje të rëndësishme ndaj Walesit, të vlefshme për kualifikuesit e Kupës së Botës 2027. Skuadra e drejtuar nga trajneri shkodran Armir Grima do të përballet me përfaqësuesen e Walesit me 14 dhe 18 prill. Në kuadër të këtyre 2 ndeshjeve të rëndësishme, stafi teknik ka përzgjedhur një grup prej 23 futbollistesh. Në këtë grumbullim rikthehen Leonora De Gjonaj, Suzana Vuksani, Melisa Toma dhe Mimoza Hamidi, ndërsa një mungesë e rëndësishme për skuadrën kuqezi është mesfushorja Qëndresa Krasniqi, e cila do të qëndrojë jashtë për shkak të një dëmtimi. Lista e plotë e futbollistëve të grumbulluara nga trajneri shkodran Armir Grima fillon nga portierët Antigona Hyska, Raimonda Spahia dhe Klesiana Spaho. Në mbrojtje janë thirrur Regjina Maxhalaku, Arbenita Curaj, Alma Hila, Armela Tukaj, Arbiona Bajraktari, Klea Hamonikaj, Aglia Ilialli, Suzana Vuksani, Leonora De Gjonaj dhe Melisa Toma. Ndërkohë mesfushore janë ftuar Esmeralda Franja, Megi Doçi, Ilaria Zarka, Marinela Mema, Mikaela Metalla, Mesuare Begallo, Mimoza Hamidi dhe Jessica Ndoj. Për sulmin janë thirrur Fortesa Berisha dhe Valentina Troka. Ndeshja e parë do të zhvillohet me 14 prill në Transfert, ndërsa takimi i dytë ndaj Walesit do të luhet me 18 prill në Elbasan Arena, ku vajzat kuqezi do të kërkojnë mbështetjen e tifozëve për të marrë një rezultat pozitiv në shtëpi.